Ekuacioni i tangjentës dhe i normales. Është dhënë funksioni x në fuqi të dytë minus x minus 2 dhe në pikën x të barabartë me 1, pra në këtë pikën këtu, ne duhet të ndërtojmë tangjentën dhe normalen. Përpara se të ndërtojmë duhet thjesht të zgjidhim ekuacionet të tyre, pastaj të ndërtojmë. Ne dimë që tangentja është thjesht një drejtës që ka vetëm një pikë të përbashkët me grafikun. Kurse normalja me tangentën, pastaj normalja është edhe ajo është një drejtës, por me tangentën formon këndin 90 gradë. Meqense tangentja dhe normalja, fillojmë me tangentën fillimisht, nëse unë ndonjëherë harroj shqipen, më bëni hallall, kam 10 vjet këtu në Gjermani. Pra tangentja është një drejtës. Kemi thënë që drejtësa ka formën y është e barabartë m që shumëzon x plus b. M është koeficienti këndor dhe koeficientin këndor është thjesht derivati i funksionit në pikën ku ne duhet të ndërtojmë këtë tangjente. Pra derivati në pikën x e barabartë me 1. Pra, si fillim ne duhet të bëjmë derivatin e funksionit, pra kemi f' për x, f' e x-it është e barabartë 2 që shumëzon 1, këtu përpara x në fuqi të dytë është një njësh, pra 2 që shumëzon 1 është 2, që shumëzon x, përpara x-it kemi tani minus, të këtu është një njësh i fshehur, do si me thënë, pra kemi derivatin në 2x minus 1. Tani, zëvendësojmë x të barabartë me 1, këtu ke derivati. Pra kemi koeficienti këndor është i barabartë me derivatin në pikën x e barabartë me 1. Kjo do thot 2 që shumëzon 1 minus 1, dhe që i bie 2 herë 1 është 2 minus 1, 1. Pra koeficienti këndor e kemi gjetë. Tani na mbetet të gjejmë edhe pikprerjen me boshtin e y-neve. Përpara se të gjejmë pikprerjen me boshtin e y-neve, normalisht duhet gjejmë edhe pikën y, pra pika x, por ne këtu kemi edhe mund ta lexojmë këtu që x është e barabartë me minus 2, por edhe mund ta gjejmë tani thjesht. Pra e zëvendësojmë x-in të barabartë me 1, e zëvendësojmë këtu ke ekuacioni që është dhënë, ke funksioni. Pra kemi 1 në fuqi 2 minus 1 minus 2, kjo është e barabartë 1 në fuqi 2 është 1, minus 1 minus 2 është minus 3, 1 minus 3 i bi minus 2. Pra kemi y-ni është i barabartë me minus 2. Tani zëvendësojmë x-in, m-n, edhe y-nin këtu ke ky ekuacioni drejtësës, pra kemi y është e barabartë m që shumëzon x plus b. Tani zëvendësojmë, minus 2 është e barabartë m është 1, x është edhe 1, pra 1 plus b. Minus 2 është e barabartë 1 që shumëzon 1 është 1 plus b. Tani nxjerrim 1 nga ana tjetër me të minus. Pra kemi minus b, minus 2, minus 1 bie minus 3. Pra pikprerja me boshtin e y-ne është këtu ke minus 3. Tani kemi këtë pikën e kemi në x është e barabartë me 1, është dhënë nga fillimi. Pra kemi këtu pikën. Pikprerja me boshtin e y-ne kemi minus 3 dhe mund të ndërtojmë drejtësën. Thjesht e bashkojmë minus 1 me minus 3 këtu, edhe kemi ndërtuar drejtësën e tangentës. Pra kjo është tangentja. Kjo është tangentja. Si ekuacion, këtu se kemi dhënë akoma t fon x, t e x-it është e barabartë m është 1 mal x, që shumëzon x, plus b e minus 3, pra kemi tangenti, ekuacioni tangjentës është thjesht 1x minus 3. 1x minus 3, tani kemi na duhet dhe ekuacioni normalës.
ekuacioni normales. Si thamë në fillim normales, ne thamë që nëse pra tangente dhe normale kanë përbashkë në 90 gradë këtu, 90 gradë. Dhe nëse shumëzojmë koeficientin këndor të tangentes, që shumëzojmë koeficientin këndor të normales, është gjithmonë minus 1, është barabartë me minus 1. Pra koeficienti këndor i tangentes, që shumëzojmë koeficientin këndor të normales, është barabartë gjithmonë me minus 1. Koeficientin këndor të tangentes e kemi gjetë këtu në m është barabartë, pra kjo është njëkohësisht m ose mt, është e njëjta. Pra kemi 1, që shumëzon koeficientin këndor të normales, është barabartë me minus 1. Pjesëtojmë me 1, pra mbetet që koeficienti këndor i normales është thjesht minus 1. Y-in e kemi këtu minus 2. X-in e kemi në fillim, x është barabartë me 1. Dhe normale është edhe kjo është drejtës, pra edhe kjo kemi këtu y është barabartë me që shumëzon x plus b. Kështu. Pra i më në këtë rast m-ja është si thuash mn. Mn është koeficienti këndor i normales. So. Pra kemi këtu y është minus 2. Minus 2 është i barabartë m-ja është mn, tham, minus 1. X-in e patëm që këtu në fillim të x është i barabartë me 1. Pra kemi minus 1 që shumëzon 1 plus b. Pra minus 2 është i barabartë minus 1 që shumëzon 1 është minus 1 plus b. Nxjerrim minus 1 nga ana tjetër, pra plus 1 kemi minus 2 plus 1 minus 1 është i barabartë me b. Si përfundim kemi që ekuacioni normales, po shënon me n-fën në x-it është e barabartë. Koeficienti këndor i normales është minus 1, pra minus 1, që shumëzon x, plus b bëhet minus 1, pra minus x minus 1. Dhe tani, kjo është pikpërja me boshën e y-ëve, kjo është koeficienti këndor, pra kemi a këtu, thjesht, po e ndërtojmë këtu, është pikpërja me boshën e y-ën, pra kemi minus 1, x-in këte mund të marrim, këtu ke 1, edhe thjesht ndërtojmë normalen këtu, edhe marroj filmi pastaj. Kjo është normalja. Ok. Faleminderit shumë. Danke. Tschüss.